Merrni arra dhe i përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 5 probleme. Nëse jeni duke kërkuar për një ushqim të shëndetshëm, për të ngrënë gjatë gjithë ditës që ka pak krip dhe sheqer, atëherë arrat janë një zgjidhje perfekte. Vetëm 30 grama arra janë të pasur me proteinë rreth 5 gram, fiber 2 gram dhe kalcium 20 mg. Ato janë të pasur me magnez, mangan, fosfor, vitamin B6, yndyrna omega 3 gjithashtu edhe hekur. Edhe pse janë ndër ushqimet me indeks të lartë të kalorive 200 kalori për 30 gram, përmbajtja e tyre e pasur me lëndë ushqyese rrit ndjesinë e ngopjes dhe ju bën që t'jeni më të ngopur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi të paktën 5 deri në 8 arra çdo ditë. Si fillim, arrat janë shumë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Acidet yndyrore e pangopura që gjenden te arrat kanë treguar se ulin nivelin e kolesterolit dhe të triglicerideve. Kjo nga ana tjetër zvogëlon shanset e sëmundjeve kardiovaskulare, goditjes në tru, gjithashtu edhe problemeve që personat mund të kenë vazhdimisht. Më konkretisht, një studim i botuar në British Journal of Nutrition tregoi se personat që konsumonin arra më shumë se 4 herë në javë kishin 37% më pak rrezik për sëmundjet koronare të zemrës, krahasuar me ato që nuk i konsumonin fare arrat ose i konsumonin shumë rrallë. Arrat janë të mira për rregullimin e peshës trupore. Një studim i publikuar në American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se gratë që hanin arra kishin më shumë gjasa që të mos shtonin në peshë gjatë një periudhe 8 vjeçare, krahasuar me ato që nuk i konsumonin më shumë se 2 herë në javë. Për më tepër, testet kanë treguar se kur krahasohet dieta që përmban arra me ato pa ushqim, dieta që përmban arra ka më shumë gjasa të rezultojë edhe në një humbje më të mirë të kontrolluar të peshës. Arrat janë të mira për shëndetin e kockave. Arrat janë të larta në mikroelement të bakrit thelbësor për mirëmbajtjen e kolagjenit dhe elastinës, përbërësi kryesor të qelizave të trupit tonë dhe rinovimit të indeve. Mungesa e bakrit është shoqëruar me dëndësi më të ulët të kockave dhe një shans më të madh të zhvillimit të osteoporozës. Pa bakrin e nevojshëm, trupi ynë mund të humbas plotësisht dhe të bllokojë ndërtimin e kolagjenit, duke rezultuar kështu në mos funksion të kyçeve dhe të kockave. Ekspertët këshillojnë konsumin e rregullt të arrave në dietën tuaj. 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë janë mëse të mjaftueshme për të nxitur një organizëm më të shëndetshëm. Arrat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse e teproni me to, do të përballeni gjithashtu me dhimbje koke, fryrje e barkut, gjithashtu dhe diarre. Ndaj dhe ekspertët këshillojnë që të mos e teproni me konsumin e arrave. Kështu, do të keni një nxitje më të madhe të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Përfshirja e arrave në dietën tuaj do të cilësohet si një super ushqim i vlefshëm për rritjen e vlerave të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Arrat zgjojnë gjithashtu edhe një element perfekt për organizmin. Të pasura me yndyrna të shëndetshme, ato janë ndër ushqimet më të dobishme dhe ushqyese që mund të hani midis vakteve. Midis tyre, arrat bien në sy edhe për shkak të antioksidantëve, vitaminave dhe mineraleve, të cilat ato i përmbajnë me shumicë. Konsumi i rregullt i arrave për mëngjes sigurisht mund t'jap edhe rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe për parandalimin e komplikacioneve të tyre. Konsumi i arrave në dietën tuaj do të jetë një nxitje më e madhe e shëndetit. Gjithashtu, arrat janë të pasura me acid alfa-linolik, me acide yndyrore omega 3, gjithashtu edhe me bazë të ndryshme bimore, të cilat do të mbështesin funksionet e trurit, përmirësojnë kujtesën dhe zvogëlojnë edhe problemet e neuroneve. Ulëntimet kanë treguar se konsumi i shpeshtë i arrave mund të ndihmojnë nga ndalësimin e rënjes normale të aftësive njohëse që ndodhen me moshën, siç janë kujtesa, gjithashtu edhe për qëndrimi. Arrat zvogëlojnë inflamacionet e stresit oksidativ, 2 faktorë lidhur me sëmundjet kardiovaskulare dhe neurodegenerative. Prandaj konsumi i tyre i rregullt
mund të ofrojë mbrojtje për shëndetin e trurit, duke zvogëluar rrezikun e çrregullimeve të tilla si sëmundjet e Alzheimerit. Përmbajtja e tyre e lartë me antioksidantë si polifenolet, vitamina E, ndihmon në luftën e stresit oksidativ duke nxitur një lëkurë të pastër dhe më rinore, duke zvogëluar inflamacionin dhe duke përmirësuar prodhimin e kolagjenit. Përmbajtja e tyre e pasur me vitaminën E luan një rol teje të rëndësishëm për shëndetin e lëkurës. Pavarësisht energjisë që na japin, arrat kontribojnë në menaxhim të peshës përmes kombinimit të proteinave, fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme, duke nxitur një ndjesi ngopje potencialisht duke zvogëluar edhe probleme të ndryshme që mund të lidhen edhe me kaloritë. Konsumi vetëm gjysmë filxhani arra në ditë mund të ulë nivelin e kolesterolit dhe të sjellë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Arrat janë të mbushura me vitamina dhe lëndë ushqyese të mira thelbësore, që japin shkëlqim lëkurës suaj. Sipas Brightside, këto janë avantazhet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i rregullt i arrave në dietë. Mund të parandalojë plakjen e parakohshme. Arrat janë të pasur me antioksidantë që mbrojnë lëkurën tuaj nga dëmtimi siç është ekspozimi ndaj diellit. Konsumi i disa arrave në dietën tuaj mund të shmangë rrullat në fytyrë, ta bëjë lëkurën tuaj të duket më e freskët dhe gjithashtu edhe më e shëndetshme. Arrat janë të pasura me vitaminën B, e cila zvogëlon pigmentet e lëkurës dhe ndihmon trupin të prodhojë qeliza të reja të lëkurës, të cilat janë të shëndetshme. Arrat e mbajnë lëkurën më të hidratuar fal elementeve ushqyes të tyre. Arrat ofrojnë yndyrna të shëndetshme omega-3 që ndihmojnë në balancimin e prodhimit të vajit, largimin e toksinave dhe bllokimet e lagështive, duke bërë lëkurën tuaj të qëndrojë më e lëmuar dhe gjithashtu edhe më e mbrojtur. Arrat kanë dyfishin antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë që çlirojnë organizmin nga radikalet e lira, të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë komplikacione. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore omega-3, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arrorë mjaftueshëm. Një studim i fundit të cilit i referohemi doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon edhe radikalet e lira. Në veçanti ngrënia e arrave, rreth 8 copë në ditë mund t'i mbrojë nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu, citon Brightside. Përveç të pasura me antioksidant, arrat përmbajnë fibra, proteina, vitamina, gjithashtu edhe minerale. Arrat janë të mira për shëndetin mendor. Antioksidantët dhe arrat. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasura se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrna, por këto yndyrna janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitimet maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu humbet peshën e tepërt sepse arrat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjat. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteinë dhe mineralet të nevojshme, të cilat janë mjaft të vlefshme në rritjen e përfitimeve të trupit. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë te arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat përmbajnë vitamina, acide yndyrore omega-3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, folatit dhe tiaminës. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe ekur, dhe konsumi i tyre 5 deri në 8 kokra çdo ditë është më së mjaftueshëm për të marrë këto përfitime, citon Healthy Side. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.